Pjesa e parë e misionit, sot, do t'i dedikohet një personi i cili është i dashur shumë për neve. Nuk ka dërt që ka kaluar brenda këtyre 4 ditëve, derisa te e djela, të kaloj ditëlindja, por gjithçka ne do të festojmë sot bashk. Unë kam nderin dhe kam respekt veçantë për shkak se jemi rritur, jemi frymëzuar shumë, por një farë mënyre kemi marrur edhe principin e t'jesh një njeri siç duhet me qenë në skenë. Shumë çka kemi kopjuar prej tij, qoftë këngëtar të ri, qoftë edhe të vjetër me moshë, prej të madhit Sabri Fejzullahu. Kam kënaqësinë sepse e kam studion e emisionit Nika Familabin. Kështu që mirë se erdhe Sabriana, kam kënaqësinë që jemi bashkë sot drejt për drejt në studion e emisionit Nika Familabin. Faleminderit shumë, faleminderit Lavi për fjalët që i the dhe kënaqësia është e imja. Sa herë që të vi me komuniku edhe me bisedu me ty, unë ndjej veten mirë. Sinqerisht po. Gjithë e kam thënë edhe gjithë po e përsëris, se ndjej veten mirë me njerëz që ecin e për tokë, me njerëz që punën e kanë edhe atë dhe, edhe dashuri, edhe fe, edhe çdo gjë. E ti e ai, edhe unë i dua njerëzit që punojnë, edhe njerëzit që i respektojnë të tjerët, të respektojnë. E dim se duhemi ne, pse kemi energjinë e njëjtë që kur zi mu nalë. Po si farkimie një diçka që na lidh. E unë poroj e po shpresoj edhe pilot në Zoti që kur të vinë moshën tonë me kon kështu që shi e sot. Patjetër po, patjetër po. Okej. Paraprakisht një përmbledhje tuaja që jemi mundu, Meti është mundu me shkëpu diçka që pak është përshikuese që s'kan mujt ndoshta për me shiku, ne do ta shikojmë sot në kuadër të emisionit për po të hysh në bagazhin tënd artistik, po të hysh tek ajo puna e cila o bo, Sabriano 24 orë veç dokumentar do të me bo, apo me përmbledh. 24 orë, mas 24 orë me janis me folë. Kështu që ne do të mundohemi sot në pika të shkurta diçka të bukur, interesante, ta shkputim nëpërmjet storjes përgatitur, në pastaj kthehemi edhe flasim. Faleminderit shumë, faleminderit. Kështu që po e shohim më një herë storjen. Faleminderit. Metit edhe ty. Sabri Fejzullahu, i lindur në Mitrovic më 16 shtator 1944, është aktor dhe këngëtar shumë i njohur. Sabriu e ka marrë epitetin e këngëtarit avantgard kosovar sepse qysh herët dëgjoi Beatles, Toto Cotugnon e Rolling Stones, nga të cilët dhe u frymësua. Ai ishte i pari që e solli frymën e muzikës moderne në Kosovë. Kënga e tij e parë, cilën ka kënduar për radio-televizionin e Prishtinës në vitin 1967, profesionalisht me orkestrën e madhe simfonike, quhej Tash Jo. Kjo është kënga e parë profesionale e tij. Ndërkaq ka filluar që të këndoj që në klasin e parë fillore dhe gjithmonë e ka pasur pasion muzikën. Pastaj kur u bë në moshën e adoleshencës në vitin 1964, filloi të këndoj atë që ka këndonin Beatles, Rolling Stones. Filloi me ecë me kohën që nga atëherë. Por ashtu sikur se të gjithë artistët që frymëzohen prej dikujt, edhe ai ka marrë si mostër ata, pra Beatles, dhe pastaj pak më vonë, në vitet 1965-66, ka filluar që ta dëgjoj shumë kanzonën apo këngën italiane. Ka dikush lafta tjetë që gjitha i di, unë nuk di të bëj vjesha dashurie. Ai të premtave dhe të shtuneve ka kënduar aty gjithmonë për rini në vitet 64, 65 dhe 66. Pra është themeluesi i parë i grupit vokalo-instrumental ndër shqiptarët, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, por edhe në Maqedoni. Po në vitin 1967, po në vitet 67-68 filloi menjëherë në akordet e Kosovës. Në vitin 1967 e zuri vendin e dytë me Dhimbt Krenare, me muzikë dhe orkestrim të Tomor Berishës dhe tekst të Rushdi Fejzullahut, vëllait të tij të ndjer. Në atë kohë shpërblyer 18 herë me shpërblime nga akordet e Kosovës, kryesisht shpërblime të publikut. Në atë periudhë ka punuar këngët e njohura hite si Pranvera në Prishtinë, Të fala nga Prishtina, Digju shpirti im dhe Buzë Qenit. Vetëm lutin mos ta shoh,
Moje mire diasporës, ka munas në gjishtë të dorës. Doajeni Fejzullahu ka fituar 18 okarina të arta në akordet e Kosovës, ka incizuar më se 800 këngë, ka marrë pjesë në shumë festivale dhe ka fituar shpërblime brenda dhe jashtë vendit, ka bashkëpunuar gjithmonë me kompozitorët më të mirë të vendit. Në vitin 2002, a ishte deputet I Partisë Demokratike të Kosovës në Kuvendin e Kosovës. Sabri u ka luajtur në disa shfaqje televizive dhe videofilma, ndër të tjera I luajti me Ibrahim Krajkovën, Lecin dhe Rasim Thaqin, Cimën, a I luajti edhe në serialet, kur pranvera vonohet dhe autobusi. Edhe di s'ka poshtë, zoti, se s'vazmo, veç e s'jam. Qa? Që pat gruja jo të emnin? Qa? Gruja jo, që pat emnin? Që ka gruja jo të emnin, pra? Po ka thonë për gruja tonë të ka zë të emnin. Hajtë Allah, hile që ka emnin, se di që si... Miradi e ka. Po ashtu edhe në TV komedin Qesh e Nqesh me Gjevat Qenën, Dleze Qenën, Ali Ahmetin dhe Adem Ikulovcin. Në filmografin e tij gjendën mbi 20 filma, shumica të zhanrit komedi. Diçka, po I thash me lutë qatë gjyle dhe një hera di për hatër që ati e vlodi bre se mu kanë qërru sytë me pobre nona e modhe. Karakteristike gjyrimeve filmike të këngëve të Sabriut është përdorimi tyre për të fuqizuar këngën që ai këndon. Këtë ai arrin duke injoruar kamerën dhe në momente të caktuara e përdor atë për t'ju drejtuar shikuesit. Zakonisht këto momente janë të shkurtra dhe ndodhin gjatë ngritjes së zërit. Mare deli, po rast ma pas kalë shumë mjek rëndzagori veç, në se e po që gjehet, hopit kom den. E bajsh me shneshër me, po do me ble shesher me thes, ha? I veçant, I rëndësishëm e me plot vullnet për të punuar këngë për të gjithë ata njerëz që u rritën me zërin e tij, ai kur nuk u ndal. Vullneti dhe pasioni I tij I madh që të jetë afër publikut e bëri Sabriun që t'i futej edhe një eksperiencë tjetër, asaj të vallëzimit. Vitin e kaluar, Sabri Fejzullahu mori çmimin e parë në spektaklin Dance with Me dhe mahniti të gjithë me pozitivitetin dhe energjinë që përçonte. Sabri Fejzullahu është I martuar dhe ka 4 fëmijë. Ka mbaruar studimet e gjuhës dhe letërsisë shqipe në Fakultetin Filozofik, si dhe aktrimin në Fakultetin e Arteve të Bukura. Këngët e Sabriut vazhdojnë të dëgjohen sot e asaj dite. Fati I mirë është që në repertuarin e këngëve të tij, këngëtari Fejzullahu e pasuron çdo ditë më shumë, duke lansuar këngë të ndryshme, të cilat çdo herë më shumë I dhënë vul origjinalitetit të tij dhe dashurisë që publiku ka për të. Hej, ti qiko, s'muj pat pa. Karriera e tij dhe të arriturat e tij nuk mund të përmbledhen në një minutazh të shkurtër, një fakt që mund të thuhet edhe se emri Sabri Fejzullahut ka qenë është dhe do të vazhdojë të mbetet krenari artistike për të gjithë popullin shqiptar. Ma thuaj një fjalë, ky shpirt don me më dal, lam të mirën të mbaj, sa t'jem gjallë. Krenari artistike. Krenari artistike. Unë thash edhe në fillim, është shumë e vështirë mi përmbledh gjitha në një vend sepse ke një bagazh shumë të madh artistik. E qoftë, po të fillojmë për të këngët, atëherë ki këngë që nuk e di me thonë tjerve, apo të një ka një myhem. Sa këngë ti ke? Shumë, jonë ba 900 e so. Se që ne jemi mundu sa dhe pak me shkëpu diçka të bukur, besoj që edhe ti ty të Ju falenderoj shumë edhe u befasova shumë kanëshëm edhe mërët shumë mirë. Edhe falenderit shumë ty edhe televizionit 21, ajo dihet, si gjithmonë. Jam plak, po u rrita gati këtu me 21. Jam rritë që në radio me Afërditën edhe me Florinin e me tjertë edhe që tash I po e vazhdojnë. Unë nuk po du me thonë që je plak. Ku
pse i thush vetit plak, ku në fakt në më thonë jemi bashk gjithmonë gjithkohë. Jemi bashk në përmbrëmje, jemi në për ajengje familjare, në gjithë ka, dhe më thonë, a mungon diko, ata pleqen një vetën pleqen, nuk dalin, rinë të shpia. Jo, në kuptimin plak me vite. As me vite si e, jo, as me vite si e. Sabriano, kisha dash të më thonë mu këty asaj periudhës ndështë pak më të hershme. Periudhës pak më të hershme dhe më thonë se ka nostalgji. Sare që ti kujtosh, ka pas mund, ka pas sakrifis, po është nostalgjia për shkak se Sabreu e ka përjetu gjithë shka në këtë jetë, qoftë miren edhe qoftë keqe. E kam përjetu lab në një qasjen që kam pa nga të tjerët, qasjen profesionale ndaj punës që e bën. Mënyra se si edhe sa e bën, pastaj është për të vlerësuar të tjerët, se unë s'unë flasë për punën time. Po, më kanë motivuar, si me thonë, diva e kombit shqiptare, madhja, e pavdekshmja, në zhmi e pagarusha, gjithmonë bet e re. Ajo është gjithmonë e re, edhe e bukur, edhe ajo, si sot e mbajnë në mend, për shemë vitin 67, kur është grimuar, e ka marrë i grim, 2 sekonda, ajo do kësë yllë, si lumësina që e kemi. Dhe e kam pa të tjerët, si kam punuar dhe Ismet Koshutova, dhe Shqyqyrin Imani, dhe Liliana Qavolli, dhe Valbona Imani, dhe të tjerët, dhe Josuf Gërvala, i madhi, edhe pas ta jam motivuar dhe kam vjedhur nga ta shumë. Dhe këta janë njerëzët që më kanë frymëzuar që si duhet cilëm profesionalisht, çfarë qasje duhet kem me kompozitorin, me orkestrusin, me tek shkruesin, çfarë qasje duhet kem ndaj mësimit të këngës, se si do të mësoj tekstin dhe në që mënyrë do të interpretoj. Dhe kam pasur fatin pastaj që kam shkuar në studion e radio-televizionit të Prishtinës atëhere, për të kënduar live për së gjalli, për më thënë 55 instrumentistë dhe unë edhe dirigenti. Dhe gjithë ju jemi lutur njëri tjetrit që të mos gabojmë, se nëse unë gaboj në fund të këngës, atër duhet përsëritur edhe njëherë. Nëse mjeshtri tonit gabon, atër duhet përsëritur. Nëse një instrument vetëm stornon, nuk është në i akorduar, duhet edhe njëherë. Dhe këto kanë qenë gjitha, si me thënë, çdo gjë ka qenë shumë profesionale, shumë, po flasim për atë kohë. Për atë kohë, po. Sigur që kjo kohë që i ka gjërat ultra profesionale në këtë kohë. Dhe ka qenë ai vullneti dhe dëshira ime që të bëj diçka, që të eci përpara. Gjenerata e viteve 67 është gjenerate e rockut, e pop rockut, mos t'i përmeni gjithmonë që i kam përmendur, edhe unë kam pas dëshirë si Sabri, si individ, që përthej pak prej asaj mahallës tem, të shkrumit atje, dal pak, jo në kuptim ma i mirë se ata kur njët, po mos t'jes veç me shit pëmën pazar, ose edhe ajo është punë, edhe është ndërë dhe s'ka lidhje heq, po t'eci pak, t'evoloj pak, duke i parë grupet e ndryshme, individet e ndryshme në përbotë, se qka bëjnë, si arrinë, sen. Ajo dëshirë dhe ajo vullnet nuk më shua asë sot e kësaj dite edhe. A ka në i vend botës që se ki pa? Jo, i kom pa shumicën. Thuja që krejt. Se nuk ka ku cep të botës që ka shqiptar, që nuk i qenë. Po, ka shqiptar çdo kund. Edhe lumësin e që na japin ata mundësin shqiptarët, bashkëdhetarët tanë, kudo që janë në botë, që gjithmonë duhet me ju falenderu atyre që ata naftojnë, ty e mua, ate, gjithëve neve kolegë, për të kënduar për shpirtin e tyre, për t'i zbavitur aq sa mundemi dhe aq sa dime, dhe kam qenë edhe kam me mija përjetime dhe me mija paraqitje, me mija, e me qinda dështime, e që unë i kam quajtur dështim, po pjesë e punës dhe jetës dhe realitetit dhe gjithçka. Po asnjëherë nuk mu hoq qasja profesionale dhe serioziteti im ndaj punës. Ne jemi bashkë dhe
unë e di si punon të edhe ti e din si unë, edhe kolegët tonë tjerë, kështu që së mbjen me folin, po që e dua këtë punë dhe punoj me shpirt, po, e si, mas në është çështje që shikuesit e nderuar dhe ndëgjuesit e vlerësojnë. Unë, është shumë interesante, është edhe është gjë e bukur, pikërisht ajo pjesa ndoshta kur sot ndalesh edhe e shikon. Por Sabreu, sa mundet dhe me thonë vetë vetën, kur me shiku në ato videot, në ato gjirimet që kanë qenë shumë më parë, kur sot ndoket shumë më ndryshe. Lovi, për shembull, ty duket absurde edhe se ti je i kohës, ti e rreh kohën edhe kjo është ajo që pjesë e punës tonë edhe halal qoftë. Nëse mendon njeriu që është thyrë publike, odhes, o prezentues, o speaker i lajmeve, o këngëtare, aktor, duhet ta ketë një imazh se ata tjerë na drejtojnë kinë se ne jemi më të mirë, ne jemi si krejt bota. Njëjtë. Me hallë, me dyrë të njëjtë si ata. Po është një lloj pasqyreje që, si me thënë, që kanë qef me na po mirë. E në atë kohë ka qenë moda e tillë. Pantalonat e gjona, flok pa lidhje gjata, se Beatles i dolën edhe e infektuan kuptimin pozitiv tonë rinin e botës edhe merë me menë edhe në Kosovë. E që dëshira ime e flak ka qenë gjithmonë që me u dokë ma mirë për shkak publikut. Me konë trend gjithmonë. Po, për shkak publikut. A ka ndë një video spot që thush o zëtë kur s'ku muj me pas, muj me këshirë vetën. Sa herë kur e shoh vetën Ermali me bulzën për shembull, kur më kanë po për Ermal, të që ky dhia, si kur dhi po duket. Po, aty në ju duket se në atë kohë ka qenë qashtu, e qa ka me bota zune, i shkrete jonë. Jo, ajo kohë ka qenë, ajo ka qenë ndërshta në atë kohë të pak ka pas, dhe më thonë ashtu. Po, si me thonë, aj Valentino që është sot edhe aj Dolce Gabbana edhe ata tjerë, edhe Boss edhe ka qenë edhe atëherë, po që në atë kohë, po naturisht unë e s'kam pas para që shkanë patur Beatles e Rolling Stones, e s'kemi asot edhe kur s'kemi pas edhe mirë se parja e prish njeri unë. Po që dëshira ka qenë që me i qepën, unë e kam patur fatin që kam patur agjën tim Mustafa Bejen që ka qenë roba qepsi për kryer në Prishtinë, që mi ka qepë robat me setra pak ma gjata, me pantallonat të ngushta. Vitin 66, 65, 67 pantalonat, pastaj 68 fillon gjona. Kanë qenë shumë të ngushta. 64, 65 këtë të ngushta, gjitura, krejt. Po. Tash u kthy që Po, është kthy, po. Tash u kthy, definitivisht u kthy, dhe me tonë se tash janë, po kthehet ajo kohë atëshit sot. Një kohë një periudhë u bajshin edhe këtu shiz. Po, shizi që kanë thonë. Tash mo stres. Kështu që po kthehen gjithçka për asaj kohe. Unë thash për përjetimeve të shumta, dhe më thonë që të kanë ndodhë ki pas, edhe përjetimet i përmendet, dhe më thonë ato dështimet që cilat kanë qenë, por edhe sot e kësaj dite nuk janë ato kur gjotë cilat po në ndodhin, vazhdimësi edhe janë pjesë e punës. është shumë interesant që, kështu që për herën e parë po e tham publikisht, unë qatë shumë jam i lidhur, dhe më thonë komplet me familjen të ande. Jam i lidhur në atë mënyrën që unë së ndoj prej Ermalit as njërë të jedin. Kom qenë shpesh herë pjesë e juja. Kemi zemës, nera pranohet të ty Bulza Ermalit. Po. Kej qiptarët. Faleminderit. Unë po e thamë, kemi qenë pjesë gjithmonë e familjes, kemi qenë bashkë, kemi kalu bashkë për mrekulli, jemi knaqë gjithmonë bashkë e këto, po unë nuk e kom di që unë kom e përjetu edhe një sen tjetër kur në fakt unë me Ermalin, në ndodhi një sen edhe fëtët Ermalin në fond, po ta le, lap, po ta për që bojmë dhe shokë burgë, se këna pritë. Kështë që do k'interesant kjo pjesë, të ka ndodhë dhe ty përjetimin njëjtë. Edhe unë e kom qenë po i vetmuar. Atë nuk e harroj kur. Po ndoj, si ty, edhe mu një vetë më parë, tash një vetë, edhe ty tash që të ndodhi me Ermalin,
kur shkova në Zvicër, e kisha si kur ju dy që e keni patur vizën e Schengenit, që mundeni me hynë në Zvicër, po se keni patur vizën e punës, si kur unë që se kisha. Edhe kur më kanë kthyer, po të tregoj shumë keq e kom di vetën. E kom di vetën keq për shkak pak i thymë shpirtnisht, se me këto vite, unë me mendimin që muj me performu, muj me këndu se kom vizën. Po, shteti është shtet edhe i ka regullat e veta. Zvicra i ka regullat e veta, edhe ma kërkun vizën e punës, tash se kam. Më thanë ti mundësh, rri sa të duash, rri 1 muaj, 2 muaj, 3, 4, se po, me këndu nuk mundësh se të ndalojmë se ke vizën e punës. Dhe, e falemderoj nga zemra, botrisht tani, në përmes televizionit tuaj të nderuar, si me thonë, grupin Artist Kam, zorti jeton conajnë edhe mentor conajnë që me njëherë ma bën vizën, edhe me njëherë të nesër më u ktheva edhe shkova me vizë edhe të njëjtën ditë qëlloj e njëjta policie që më kishte kthye. Ba, thash, kur? I thash, e mora vizën kështë. Dhe tani jam pa vizë, po prap po e falemderoj jetonin edhe kisha me thonën dhe të tjerët. Kisha me apelu të gjithë këngëtarët, të kolegë tonë nderuar e të shmumar, që mos jam syjnë Zvicrës pa, se dhe ambasada e jonë në Zvicër ka apeluar në gazetën e Espres, në këto mjetet e informimit, që mos shkojmë pa isjen e vizave të punës të Zvicrës. Po. është shumë interesant. Dhe ti me Ermalin, si e kalu thatë natë, jeni knaqë. Unë me Ermalin... Shetit që në për Unë me Ermalin nuk e kom telefonin nga të vetit, kom fotografi të lujt ping-pong, të lujt raketashke. Të nota e gotë në ka shku, atë edhe Ermalin më vike. Ke interesant se Ermalit i thanë të nesërmit, po mu më thanë 2 ditë. Falë konzulit Kosovës që është në Zvicër edhe të nesërmit. Po e përshëndesin nga zemra shumë. Shumë në kanë dimuar shumë zotri Seta. Zotri Sali Seta në kanë dimuar shumë. Dhe përshëndes nga zemra. Ne më gjithë këngëtarve. Po, përshkak se edhe okej, interesante ajo që takum shumë, dhe më thonë, edhe ishin 2 muj, dhe më thonë, refugjatë cilët kishin ikë prej Sirisë, edhe cilët po flejshin në aeroport me 2 muj. Që 2 muj ishin atë. Edhe ma vëshin edhe hymu abetet që ata shkum lujte me ping-pong, gjitha se i kishin gjitha pajisjet mrenda për mrenda, po na vëshin, apo na shet një telefonat, se telefonat na kanë marrë. E kjo e bukur. Po, si të që tjetë, ndoshta, e mirë kjo për se cilin prej artistave që me pas pjesë, me pas vizën e punës për shtetin kur shkën, po ndështë e keqe për edhe për ata se nuk din bashkë këta në tamon kur hinë mrenda të kontrola policisë me pas posterin aty, pak qaj Me ata se ti po thu po shkojnë në Meshetitë dhe a i thot, jo Meshetitë, po pas keme këndu. Po qërta posterin se të kalaj mru dikur. Të kalaj mru dikur. Po për zotin, po. Edhe mirë është që të pajisemi me viza që, edhe njerë po them këta njerëzit që i përmena zotrit Conaj, 2 vlezit, janë njerëz legjitim që me atë vizë në tonë Zvicrën mund të shkojmë edhe mund të këndojmë. Edhe, si me thonën, nuk është kjo, edhe kur gjës fitojnë ata nga ato. Kur ti kryjnë ato obligimet ndaj gjdo paracitje e jona, ata i paguajnë tatimet tona. Dhe kur vjen fundi, kur gjo. është vetëm një shërbim, një nderë që na bëjnë neve. Edhe unë për të bëlerën me falenderu këtë, sepse unë bëlera... Zotri Zejnio. Zotri Zejnio, falenderit shumë. Shumë se ka mik edhe bashkëpunëtor që sa vite. Punojmë. Kështu. Unë e di që tash bashkëpunëtorët sa në këto u mundum edhe pak sa me shkput nga jo pjesa e biografisë, gjitha kjo, po i kemi misht edhe njerëzit e njej, dhe me thonë cilët edhe na bjen me punu, që na ndihmojnë, që s'kemi pata hiq. E kemi menaxherin zotri Avni Selimin që e përshëndes, ku do që është, ajo është në Zhenevë, në emër të gjithë neve këngëtarëve që na organizon brëmit dhe që na menaxhon. Gjithve. E përshëndes nga zemra. Ajo është një njeri që na organizon, na qonë gjitha ndejnë në për Evropë, dhe asë një gjonë nuk merë. Vetëm dëshirën për të kënduar
për shqiptarët kudo, sidomos për rinin në për Evropë, Avniu angazhohet për neve që na ka një grup një 15 këngëtar dhe aktore humarista. Janë zotri Gjevati në Gjevat Prishtina në Bruxelles, është Asani në Bruxelles, është Ramizi në Norvegji, është Sokoli edhe Roberti në Suedi, janë gjithandej, është Sokol Krasniqi, miku im i madh, që më kanë ndihmuar shumë në jetë, në Zvicër këtu e 25 vite më parë, dhe sot e kësaj dite që bën për mua, për këngët e mia, për paraqitjet e mia i Nepolis, agentur. Janë shumë njerëz, janë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është zotri Agimi edhe zotri Beni edhe vllai i kolegut ton nderuar Nikolnik Prelës, që na organizojnë brëmje gjithmonë për t'i takuar bashkëdhetarët tonë në Amerikë, dhe që si vjetë do t'jemi me kësmet do t'jemi për natën e vitit 3 edhe me 1 edhe me 2 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I kemi gjithandej njerëzit edhe, si me thonën, falemderimi për mua është institucion, njerëzit thonë pse. Unë i shoh që gjithë këngëtarët këtu e 50 vite që mirë me këtë punë, në emisionin nuk flasin për vete, se s'kam çka me folë, fletë speakeri si ti që fletë për mua edhe të falimderoj nga zemra, dhe ata flasin për të tjerët, se na pa kompozitor, pa orkestrues, pa tekstshkrues, pa suntesin për para, pa publik, pa njerëz që menaxhojnë, që na duan, që na gjindën në gjysmë të natës, si t'i harrojmë ata njerëz, unë, si me thënë, falemderimi është diçka shumë e pak dhe vogël më duket, sa ju kemi bërë në aty në njerëzve. Okej, unë po i falenderoj gjithë ata cilët japin kontribut edhe një farë mënyre, na hapin rrugët edhe na hapin dyert që t'jemi ma për shqiptarve. Tani këtë momente unë po du me ju këthy një pjesë tjetër. Qysh po ndihesh këtë ditë që të shtu edhe një vjetë? Zotri Azizi në Zhenevë, në Zhenevë që përshëndes shumë që harrova, më tha, për sa vite je ma i ri e për sa ma plak. Edhe që shpëndijesh, i thash mirë, tha, qëfar ama mirë, tha, gëzoju kur je i ri, kur i kishëm ditëlindje, të ishëm hajtë mos po na blejnë prindërit në i sen edhe mirë. Thash, që kanë me të ble, një komë në varë, një komë jashtë. Qysh, do vjetë, një komë up e thunë, nal të rrikem. Shko mu të rjeku, thojnë, shkane, shko. E falemderoj Zotin e madhë, që më mban me shëndet, më ka dhonë shëndetin. Ati i shofshim fale. Edhe falemderoj Zotin e madhë, që më mundëson edhe një ditë të punoj, edhe të punoj pa ndërprej, edhe e falemderoj publikun shqiptar, kudo që është në përbot, që në ndëgjon neve, që e kanë durimin me në ndëgju, edhe do të mundohna për jetësis kështu, me shpirt vetëm të këndoj. Unë mendoj që zoni është piknisja për qenë këngëtar, po shpirti dhe emocioni nuk blien ato, ato janë një diçka tjetër, që e pushtojnë pas taj publikun edhe. Ata janë tuja të mrenshme këto, që i qetë edhe i jep. Okej, kështu që erdha ai momenti që edhe sot, pse unë kam tonë, kështu që kom diçka, që po vi? Një minut, një sekund, mësë mërzit vetë, nuk po largona largë, që tu jam, ofër në studio. S'po shkoj dika ma largë. E di pse jo në habit edhe meritoni Visari Meti, se jo në anën tjetër se kanë duft ata t'jam bashkë këtu me neve, po jo në habit në bivetu në akëshyrë, po më doke, to bo gati. Wow, lab! Unë i kam 10 nipa edhe mbesa, mas shumë të njetë, me kejt ata që e du artin. Pasha artin, as në ëndër nuk e kom po që ma bën një surpriz t'il, edhe ti që sa vite, a din shka, që shpërbleth a i madhi Zot. Edhe dhasht a i madhi Zot, që nëse s'jam unë e gjallë, fmit e mi, Ermali, Bulza, nipat e mbesat e mija, me cilë ty.
ëmbëlsirë, një tort për ditëlindje që do t'i festosh. Faleminderit shumë, je i madh. Unë po të rej, veç edhe një që tjera, kështëre, kjo është, e ka një domethënie, edhe faleminderit edhe Fellinit, pas qeverisë Fellini, kënofsh gjithmonë sepse mikrofoni është. Mikrofoni është edhe kështu që këndofsh gjithmonë, janë mundu mënyrën më të mirën të mundshme, po mundona edhe ka kamera, për shkak që mënyrën më të mundshme me realizu. Kjo është televizioni 21, që është televizion i popullit, që është televizion populist, që sëndon njerëz, edhe që respekton njerëz shumë, edhe ua respekton punën e njerëzve, edhe ua mundëson si të rinjve, si të moshuarve, si kudo, për të ardhur këtu në këtë studio dhe për t'i shfaqur hallet, brengat, për të komunikuar. Ka televizione që nuk të ftojnë për të komunikuar. Nuk të ftojnë. Jemi në demokraci, shekulli 21, 21. Ne kemi drejt me thonë, e du filonin, si dashuria është shumë e madhe, shumë sublime. Jo politik, po me folë për publikun që e duam. Po, qa me bo? Qa me bo? Kjo është televizion privat, kjo mundet me thonë se marrë ato, po dyrë janë thapur. Që sajrë po e them, edhe po e them jo për një diçka, po e them se po më dhem shumë. Duhet me i hapë dyrët, duhet ma zemër gjërë me qenë. Kjo jetë është e bukur, jemi në demokraci, kjo është. është edhe vogë, e kemi shtetin tonë, kemi policin tonë, ufrin tonë, kufit tonë, kemi himnin tonë, gjdo gjoj kemi tonën. Qilë jo dyrët njerëzë, flasin, thonë, kisynin e zitë, kaltër, është e drejtë, vetëm të mos ofendojmë dhe të mos lëndojmë njerëz, sepse nuk shkuat në televizione për të ofenduar. Sabriano, këta e kom bo, që gjatë këti bagazhi artistik qash madh që e ke, asë njerë në televizion live s'tu ka uru ditëlindja. E kështu që e bona pse e ndiva, që bashkë me shikuesit të ndojmë dhe më thonë momentin tëndë që sa vite jenë s'ken, po unë nuk po du kur gjo asë një fjallë më prej teje, s'po du me diskutu tim me folë ma shumë, për shkak se kjo është vesh një torte. Okej, regjia, a jemi gati? Vjemi gati? Për çka? Kur gjonë, kam diçka me transmitu për ty. Kam diçka me transmitu për ty, kështu që... Lodra tua më kujtohen moj zemër, kur të gjitha ato kishin emër. Ti nga dal, shtatin lëshon, lodra në dolap i palon. Hej, babi, vetëm deshta me të auru të lindjen e vazhdojmë, të dëshiroj qdo më të bukur një jetë, inshallah i mri 100 vjetë, afër familjes, afër meje, Armendit, Bujcës, Ermalit, Nipave dhe inshallah i mri edhe stënivat. Të dua shumë, fëmijë të dojnë, je yll, më mungon gjithmonë, shihemi së shpejti. Të duat. Përshëndetje zoti Feyzullahu. Ky mesazh vjen nga dhuruesi juaj i Flak nga Londra, që ju kam përcjellur tërë jetën time. Ai kam natyrisht gjithë albumet e juaja, bile dhe ato që nuk i keni incizuar i kam. E mbajnë mend kur fillua të këndoni në kohën që gurët këndonin këngën Tralala, dhe desha t'ja uroj ditëlindjen. I preq edhe 37 ditëlindje e gjys tjera dhe të dua shumë. Shumë urime për ty. Hej bab, shoku më i mirë jetës time. Uroj të kesh jetë gjatë sa vetë je gjatësia e tokës. Pa shëndet të plot gjithë jetën. Të dua shumë. Mas pari të uroj shnet edhe jetë gjatë, urime 50 vjetorin e lindjes, edhe 100 vite tjera të lumtura. Lab. Ka të njerëz, dhe më thonë... E kuj gjete këta, vëllo? Kuj gjete?
Po ku i gjethe, unë? Adelinën se kom pas që 2 vite, shtash e pas ma mundësove. Se kom pas, s'ka ardhur që 2 vite. Së shpejti ta pritëm. Së shpejti ta pritëm, babë. Arë, ku i gjethe, kur e bone? Faleminderit shumë. Ka zot. Unë veç... Të shpërblefta i madhi. Unë veç njerën s'kam pas mundësi për me fut. Mrenda për mrenda kësaj, se ta, please, mos e munda. E di. Jam. E di që është. Se nuk po njëna mirë me dalë para kamerës. Kështu që unë e di që këtë përjull, edhe ashtë ma tej për përjullën para ditëlindjes, edhe në bas ditëlindjes keni qenë bashk. E keni shiju deri në pikën e fundit. Unë në emën timin personal, në emën të radio televizionit, njës të një, po të rojnë edhe shumë vite tjera. Inshallah gjithmonë këndon, inshallah gjithmonë kime qenë kështu, i dashur për publikun, i respektum deri në pikën e fundit. U mundum edhe Bulza, edhe Ermali, edhe Adelina, edhe Armendi që ta jepin një urim. Edhe unë prej kësa historie këtu që pava, unë nuk e kam di që Armendi i ka krejt albumet e tuja të mundshme edhe këngë në arkiv që bëma ki ti nuk i ki Armendi i kesh. Po i ka krejt. Labi, shumë më ke nderu. Njerëzit thonë ishe Sabriu të Labi edhe kjo bo, unë nuk kom ditë kur gjatë. Jo, as pak edhe unë, po e thëmë shumë hapët, për shkak se gjithë që ka punu me Ermalin, me Bulzen. Dikush mund të thotë se është prej mendimin e vetë, qenë ato pëllavra, i kishte marë Adelinën, Armendin, 4 fëmijët e vetë, Bulzen edhe Ermalin kanë thonë, kjo mbetet. Para ta, që e duan Sabri Fizullon, unë nesër s'jam, se jetës nuk i dijet kur, kjo mbetet. Mbetet një diçka për të kujtuar kultura e Labinot Gashit, që kur e kaftuar në emision Sabri Fizullon, që ka qenë bla bla këngëtar 50 vite, që ka kënduar e ta shyshe si publiku e din, gjithmonë veç a i nderumi, shumë ka do me thonje kjo punë e jotja se e ke tregu kulturën tënde, edhe nivelin tënd, edhe respektin tënd daj punës tënde, edhe daj punës së tjerve, që sa do që ka qenë 50 vite, nuk është punë e letë, është punë që ti është këngëtar, ti është udhëhec, prezentues, është punë që të kushton me emocion, me nerva, se njeri u do në të realizohet, se jemi njerëz, duan të realizohemi profesionalisht, sa ma mirë që na duan njerëzit. Ashtu. Dhe emocionit të banë, masë ndej, hargjohësh, shpirtnisht hargjohësh, dhe bindo imësira tila, që kje i jotja, që unë asë njerë njëtë se harroj, kur njëtë se harroj, edhe kërkush mos e shfletoft këte që e kje ti, sot që kemi ba emisionin, që më ke marrë mua, e më ke nderuar me fëmijët e mija dhe me keqka emisionin që ke bërë si dokumentar për mua, kjo mbetet nipat edhe mbesat e mija e kujtojnë. E Bartin nuk i dijet jetës, nështë ta ndrojnë kohrat, unë këngëtarët shqiptarë që kanë kënduar dhe që kanë qenë kolos deri më sot, asë njëherë si kam harruar dhe asë njëherë si harroj. Për të mbetur një pjesës, një copës e kulturës, me një segment quajtur këngë, shumë më ke nderuar me këte që një këngëtari Sabri Fizullon, ja ka nëruar. Nuk është një këngëtari Sabri Fizullon. Po tash sot flasën e për vete. Po flasën, nuk është. Unë po të falenderoj shumë nga zemra, shumë. Unë po të juroj gjithat mirat, e di që këtë torte do ta marrësh me veti, për shkak se i ki edhe një patë mbesat në shpëtar, tash që të kanë mbledh atje, edhe zbashkut, dhe t'jesh bashkë me ta, edhe do ta shëjosh dhe bashkë me ta. Unë me ty takohem prap, për shkak se Sabria nuk shkon larg, asnjë muj, po projekt ri nuk është
nuk mbet, dhe kështu që ne do t'jemi përsëri, do të flasim prapë për projekte, për gjitha gjanat e reja, nuk folem për pjesën e muzike, dhe kësaj kemi mjaft që atë flasim, arsyeja ka qenë kjo, po pse jo ndonjë javë mos të kemi Sabri Feyzullahun duke kënduar live në studio këngët e veta. Po, shumë kom qef, po. Live duke kënduar këngët e veta. Kështu që kemi mu përgadit, kemi me qenë një javë bashk, duke kujtu këngë në për vite dhe duke i nëpërtuar gjithmonë live. Faleminderit për krejt që ke bo, për mua dhe gjithë këngëtarët tjerë, për kolegët, për çdo këngë që ke bo. Faleminderit shumë edhe faleminderit për kulturën që e ke. Faleminderit dhe mburë me kulturën tënde që e ke. Dhe faleminderit nga zemrat gjithmonë televizionit më të madh shqiptar, televizionit 21. Dita të dua shumë dhe krejt stafin, nga porta kur ty e gjithandej. Gjithë që punojnë këtu, gjithë. E di që nesër mbrama, është nesër mbrama e hënë, ti do t'jesh jemi në televizionin që do të hapet në televizionin 21 në Shkup. Po, në Shkup, kështu që... Dhe kjo është mburje për kombin shqiptar. Sepse prap afërdita e jonë, me gjithmonë të tjerë, me stafin e saj, me ata që përkrajnë shpirtërisht, afërdita me mendjen dhe shpirtin e saj, me Florin, me Florinën, sepse s'ka jetë pate, po e hapin televizionin 21, kësaj të hëne në mes të Shkupit. Kjo është kënaqësi e madhe. Dhe për popullin Maqedonas në Shkup, e në Maqedoni. Kështu që... Mos flasim për shqiptarë. Faleminderit edhe ty, e ne mirë ta kofshim vetëm për të mira, me suksese. I përshëndes gjithë shikuesit e nderuar televizionit që janë aq shumë televizionit mos shikuar 21. Kudo që janë, ju dua fort, me losh të zemrës si thuhet. Shikues të radio televizionit 21 e gjithë ju që jeni bashkë me emisionin Një kafe me Labin, këtë të dielën e një transmetim live, besoj që gjithçka të bukur u munduam ta shkëpusim edhe ta sjellim deri tek ju nga i madhi Sabri Feyzullahu. Ju vazhdoni të jeni bashkë me ne, mos u ndani nga ne sepse sot vish fillimi kjo. Ka edhe shumë gjëra tjera, cilat ja vlen që ju mos u ndani nga ne. Vlloku i parë i marketingut e më njëherë pas marketingut vim me storje tjera.